ishte shkruajtur një parudhë e Mehmetit. Atje ku vë këmbën Enveri, Enver Hoxha, unë vë kokën. E kështë shkruajtur Mehmeti? Po, ishte... Si, atje ku vë këmbën Enver Hoxha, unë vë kokën. Do më thonë që ishte i pa diskutueshëm, i besueshëm dhe i vendosur në besnikërinë e tij ndaj Enver Hoxhës. Do thuash, si ka mundësi që Enveri eliminoi? Enveri eliminoi atë, sepse Enveri në atë kohë nuk ishte më besim tek Mehmeti. Pse? Dhe besimi mendoj që ndoshta më shumë erdhi brenda familjes. Familja nuk donte të kishte Mehmetin. Doni njëri tjetër. Dhe e duke thënë që një xhmia i ka thënë Enveri që duam njëri tjetër? Kur them familjen, është familje e ngushtë, në xhmia, fëmijët e tij.